Në betejë, ngritja e flamurit është një nga simbolet më të rëndësishme që tregon marrjen e fortesës dhe këtu në ish shtëpinë qendrore të ushtrisë valvitet një flamur i ri. Selia e re e Partisë Demokratike tashmë ka marrë edhe ngjyrat e forcës politike që do të presë në ambientet e saj. Jeshilja ushtarake i ka lënë vendin bluz edhe në portën rrëshqitëse në hyrje të oborrit. Për tokë janë rikaluar vizat e bardha të qarkullimit, por ende mbeten gjëra të vogla për t'u sistemuar. Brenda oborrit, punëtorët e gjelbërimit kujdesen për konturet e lulishtes së selisë së re. Degët e tepërta largohen. Të tjerë fshin tutje pa pastërtitë. Sistemi ndriçimit gjithashtu është përforcuar. Kujdesi është dedikuar edhe arredimit të brendshëm. Vizita e ambasadorit Arvizu është një mundësi për kamerën që të kuriozoj. Mikrofonat e gazetarëve prisnin me durim foltoren për fjalimin e parë nga Selia e re. Përveç emrit të ri me të cilin do të duhet pak kohë të mësohemi, nga ish Shqupi s'ka mbetur asgjë. Që këtu ishte zonë ushtarake, ta kujton vetëm kjo tabele e harruar në një derë anësore të gardit rrethues.